që japin informacione për t'i nxjerrë në prit, personat cilët sot janë të ndaluar, të dënuar dhe kanë dalë në përgjime pikërisht sepse ata jo vetëm kanë qenë bashkëpunëtorë në informacion, por kanë qenë edhe personat të cilët kanë ndihmuar dhe kanë qenë pjesë integrale e këtyre grupeve e organizatave kriminale. E njëjta gjë po ndodh sot me disa struktura të tjera. Aty ku mendojmë që ne do kemi shtetin kibernetik, shtetin digital. Ne jo rastësisht gjejmë biznesmen, gjejmë persona të lartë, po i quajmë të një strukture, drejtor, apo rasti i një personi dyshuar që kishte funksione oficer i antiterrorit apo oficer i operacionales, i cili vetë ofroi fillimisht në vlera që shiko, unë po ta jap këtë gjë falas, por kërkonte për dhënë informacione vlera deri në 15.000. Në këtë kontekst e kisha në rastin e policisë, jo në një rast sporadik, por them të strukturës në total që padyshim të lë pastaj të mendosh dhe të kuptosh realiteti është ndryshe. Atëherë kjo pastaj shkon tek politika. Sepse nuk do të thotë që nuk kemi goditje, sepse edhe këto goditje kanë ardhur si rrethoj një pune të mirë të bërë, nga struktura posaçme, po dhe nga pjesa e shëndosh dhe ai që dominon sot që është struktura policore, por ke pjesa e kalbur, tek pjesa që e ka tradhtuar besimin dhe uniformën, e cila mirë keq ka krijuar një percepcion gabuar tek qytetarët që themi janë të korruptuar. Për shumë rasti aeroportit të Rinës ishte një tjetër tregus që grupet kriminale, jo vetëm që krijonin atentat, por ta bësh në perimetrin e sigurisë aq shumë të qetë në atë moment, por dhe me një oficer rastësisht apo jo të një agjencie mbikëqyrës policore. Pra të asaj agjencie të mirë investuar, kryesisht nga qeveria shqiptare, po më shumë iniciativë dhe mbështetje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të goditur krimin dhe për të goditur ato që themi kalpsin, kur përfshihet korrupsioni brenda uniformës dhe brenda strukturës policore. Dhe kur krimi ka depërtuar deri në këto nivele, kjo tregon edhe një herë që është vërtet një problem shqetësues, dhe kur themi që duhet luftohet në radh parash politika. Kur ne kemi jo pak, po gjysma e kryetarëve të bashkive janë në burgje, kur jo pak drejtorë detyrish janë në burgje, kur një pjesë e grupeve strukturuara të paktën deri tani të akuzuara nga struktura e posaçme, jo të bëra nga ana e qytetarëve apo të ngritura në mënyrë politike, por të ngritura dhe të thëna në mënyrë institucionale nga ky institucion i cili bën hetimin. Dhe këto janë një shqetësim serioz, sepse thash, nëse do të kishim një ditë një rotacion politik, ato njerëz që mban mbas këtij pushteti do të iknin, do të vinin patjetër të tri, sepse baza me sa duket është zënë dhe ato ndahen, disa janë partisë A dhe disa partisë B, por aman rotacionet kanë treguar që grupet kriminale kanë stopuar ose kanë lëvizur nga territori. Por vazhdimësia nuk e lidh me forcën politike të radhës, por e lidh me forcat politike të viteve, të cilët këtë fenomen e kanë kthyer nga një lazerat në një territor ku droga, plantacionet e drogës, shtëpitë ku kultivohen lëndët narkotike, siç quhen shtëpitë e barit, atentatet ku ka një infrastrukturë, nuk ka individ, por ka infrastrukturë, personat të cilët janë ata që merren me gjetjen me bazën njerëzore, gjetjen dhe marrjen e personave për t'i komplementuar, për persona të cilët sjellin armët në territor, për ata të cilët janë në porositësit. Pra gjitha këta tregojnë që kemi baza nuk ka vetëm pistoleta, po ka kur bazat janë zbuluar kanë treguar që ka qenë që nga kamuflazhi, që nga bllokues të valve, që nga larmët e azhësimit masiv, që nga lëndët eksplozive me telekomand, që nga makinat e vjetura, targat e vjetura, gjitha këta kanë treguar që kanë krijuar një infrastrukturë të frikshme të cilët në momentin e bërjes një atentati patjetër funksionon si një shtet paralel, sigurisht në miniaturë themi, por që tregon edhe një herë që ka një lloj organizimi dhe që fatkeqësisht ka përfshirje të persona të përfshirë si në policinë e shtetit apo në struktura të tjera të shtetit. Fatem, pyetja ime është kjo, ju bëni analizë shumë të mirë, fakt ku përcaktohet gjithçka që lidhet me aktualitetin dhe me të vërtetë, dhe njerëzit të e perceptojnë. Pyetja qëndron këtu, a është vullneti i dur që të ndryshojë kjo gjë në këtë kontekst të situatës që ne jemi aktualisht? Unë di që do thoni gjithçka është e mundur, por ju e njihni mirë këtë sektor. Nëse në këtë moment kemi dhe një zonjë në krye të ministrisë, po themi kështu, ndoshta një risi apo edhe vetë aktualitetit që lidhet me politikën, do ndryshoj situata, mund të ndryshoj shpejt, apo është një periudhë që padyshim do kërkojë një spastrim të fortë edhe rrjedhimisht edhe kohë? Shqipëria në kuadrin e ndryshimeve
ka kërkuar që ministri i Brendshëm të jetë një politikan ose një njeri nga shoqëria civile, por jo një person që vjen nga struktura, po themi nga policia, vetë policia e shtetit. Dhe ky sektor civil sigurisht ka ndikuar që kjo polici të jetë më vizionare, të jetë më e hapur dhe të jetë më në bashkëpunim me publikun. Por ministrat e Brendshëm fatkeqësisht nuk i kanë lënë kurrë të kryejnë një mandat. Më gjatë ka qenë vetëm ai Samir Tahiri, që mos gaboj bëri diku ke 3 vjet e sa, paskush nuk ka bërë mandatin, ne kemi mbi 10 apo 8 ministra, 8 drejtorë, pra edhe drejtorët e përgjithshëm nuk e kanë pasur mundësinë ta mbrojnë mandatin. Pra, ka qelluar që e njëjti institucion nuk kemi drejtues që janë afatgjatë, nuk kemi drejtues të strukturës policore që janë afatgjatë, ndryshimet e përpasshme në ligjin, shpeshherë është harnuar, ndryshuar, është përmirësuar ligji për policinë e shtetit, drejtuesit janë gjithmonë në qarkullim, nuk kemi drejtues të njëjtë, dhe gjitha këto kanë bërë dhe kanë krijuar një lloj situate që themi sa herë që ka një ngjarje duhet shkarkohet drejtori, ndodhi ngjarje duhet të largohet ministri. Por normalisht zonja unë e respektoj sepse është një zonjë që për herë të parë hyn në historinë e drejtimit të një vendi, të një institucioni të kryesisht drejtuar nga burrat. Por unë e vlerësoj dhe dua ta mbështes një rol të një gruaje në këtë institucion, sepse gruaja është zonja dhe ditë tregoj që ka vlera. Por duhet kohë, nuk është e thjeshtë një njeri që sa ka ardhur, sa muaj ka, të njohë strukturat, të njohë njerëzit, të njohë mentalitetin brenda, të njohë qoftë edhe bazën, duke zbritur në bazë dhe pastaj mund të pretendojmë që të kemi një rezultat të dukshëm nga zonja në fjalë. Dhe është herët për të thënë sa do të jetë pritshmëria, por shpresoj dhe besoj në pritshmëri tek vlerat e një gruaje, tek vlerat e një zonje në drejtim të këtij institucioni. Por thash që është politika. Është shumë e rëndësishme kur themi është politika, është vullneti politik, jo i ministres, po i qeverisë shqiptare në luftë kundër krimit. Ne pam atëherë kur kishim Covidin se si në rrugët e vendit dolën tanket, dolën ushtria, dolën ata dhe nuk pipotin asgjë. Nuk them të shkojmë në këtë nivel, por do të thotë që shteti i ka gjithë mundësitë nëse vërtet e merr seriozisht që të godas, jo vetëm grupet kriminale, nuk ka nevojë për spagun. Të siguroj që vetëm vullneti i qeverisë shqiptare, me ata institucione që ka, mund të godas pafund gjitha këto grupe dominante në territor. Mund të shkatrohen këta grupe, mund të krijohet dhe të minimizohen, të jenë vepra penale, sikurse janë në shumë vende, por jo grupe të strukturuara, të organizuar në këtë nivel, saqë lidhjet e tyre tashmë janë edhe ndërkombëtare dhe ato veprojnë në territore të tjera, duke pasur bazë Shqipërinë, ku është vendi ku bëhet